Pse duhet t'i besojmë Zotit edhe pa e parë atë, një tekst i zgjeruar, frymëzues dhe motivues në një botë ku gjithçka matet, fotografohet, analizohet dhe shihet. Besimi te Zoti pa e parë atë mund të duket si një akt i pazakontë për mendjet racionale. Por pikërisht në këtë akt që duket i pazakontë fshihet forca më e madhe e shpirtit njerëzor, besimi i pastër. Ai besim që nuk kërkon prova, por e ndjen Zotin në heshtje, në ndodhit e vogla, në gjërat e padukshme që kanë kuptimin më të madh. 1. Sepse Zoti nuk është për t'u parë me sy, por për t'u ndjerë me zemër, shpirti nuk ka sy, por shikon më qartë se truri. Ne nuk e shohim ajrin, por nuk jetojmë dot pa atë. Nuk e shohim dashurinë, por e ndjejmë thellë. Po kështu është edhe Zoti. Ai nuk është për syrin e mishit, por për syrin e zemrës dhe shpirtit. Besimi është drita që e ndriçon atë sy të padukshëm brenda nesh. 2. Sepse ai që beson pa parë është më i forti nga të gjithë, të besosh kur e sheh Zotin përballë është e lehtë. Por të besosh kur nuk sheh asgjë, kur lutja duket si heshtje dhe errësira të mbulon, ky është akti i vërtetë i besimit. Kjo është ajo që e lartëson njeriu përtej normales. Ai që beson pa parë është ai që ka arritur të shohë përtej syrit njerëzor dhe të hyjë në dimensionin e vërtetë të besimit. 3. Sepse gjithçka rreth nesh është provë e tij, kur sheh rregullsinë e universit, ndërlikimin e trupit të njeriut, bukurinë e natyrës, harmoninë e jetës, lind pyetja: a mund të jetë gjithë kjo thjesht rastësi? Apo është vepra e një krijuesi që ka përgatitur gjithçka me dashuri e urtësi të pafundme? Zoti nuk shfaqet në mënyrë fizike, sepse është prezantuar përmes krijimit, çdo gjë flet për të. 4. Sepse ai është mbështetja që nuk të lë kurrë vetëm, kur gjithçka të shembet, kur njerëzit të largohen, kur jeta duket pa rrugdalje, Zoti është ende aty. Ai nuk ka nevojë të shihet, sepse forca e tij ndihet në shpirtin që ringrihet, në shpresën që nuk shuhet, në zemrën që nuk dorëzohet. Njeriu ka lindur me nevojën për Zotin, dhe kur ja dorëzon jetën atij, çdo gjë fillon të ndryshojë nga brenda. 5. Sepse besimi është çelësi i paqes së brendshme, njeriu që nuk beson, shpesh endet i humbur, me pyetje pa përgjigje, me plagë pa shërim. Por kur vendos të besoj, pa parë, pa dyshim, gjen qetësinë që asnjë pasuri, famë apo sukses nuk mund ta japë. Besimi te Zoti nuk është një iluzion, por një realitet shpirtëror që shëron brenda nesh plagët më të thella. 6. Sepse Zoti vepron edhe në heshtje, shpesh, Zoti nuk përgjigjet me zë, por me ngjarje që të ndryshojnë jetën. Ai të heq diçka për të dhënë diçka më të mirë. Të vonon për të mbrojtur. Të largon nga një rrugë, sepse do të shpëtojë. Ai është arkitekti i gjithçkaje, edhe kur ti nuk e kupton planin. Duhet vetëm të kesh durim dhe të ecësh me besim. 7. Sepse shpërblimi i besimit është madhështor, në shumë thuhet, lum ata që besuan pa parë. Sepse Zoti nuk harron askënd që ka besuar tek ai kur gjithçka dukej e paqartë. Në fund, Zoti shpërblen çdo lutje, çdo lot, çdo përulësi. Jo gjithmonë siç kërkojmë ne, por gjithmonë siç kemi më shumë nevojë. Besimi nuk është verbëri, është ndriçim. Të besosh pa parë nuk është naivitet. Është guxim. Është zgjedhje. Është dëshmi që shpirti yt është zgjuar. Është ajo që të mban gjallë kur jeta të rrëzon. Besimi nuk është që të shohësh Zotin, por që ta ndjesh praninë e tij në çdo frymëmarrje, në çdo ditë, në çdo provë që kalon.